Në fier konsumi vazhdon të mbetet I ulët dhe pyetja nëse paguajnë me para kesh apo me karta debiti e krediti tingëllon disi e çuditshme për qytetarët e fierit. Ata rrëfejnë se të ardhurat kryesore vijnë kryesisht nga fëmijët që jetojnë jashtë apo nga pensioni. Pavarësisht ndryshimeve demografike, pagesat me para në dorë mbeten preferenca kryesore. Ne I blem me lekë në dorë. Unë I blem me lekë në dorë. Ushqimin konsumojmë tash. Unë çdo mall që I ble me kesh, me lek në dorë, por ku ky mall kushton 5 lek më shumë, nuk e ble dot. Analohem. Kur të vi pensioni, që të marr unë, që është shumë I dobët, shumë I holl, unë detyrimisht nuk do ta ble kurrë. Po ilaçet nuk po shkojnë. E si do t'i blej, të cilat kushtojnë me qindra lek. Çfarë të bëj? Sipas Bankës së Shqipërisë, varësia ndaj pagesave me para kesh mbetet shumë e lartë. Në fakt, rreth 96% e pagesave të konsumatorëve në fier kryhet me para në dorë. Pavarësisht kësaj, gjatë gjithë vitit të kaluar në Shqipëri është shënuar një rritje e konsiderueshme në përdorimin e kartave bankare, kryesisht kartave të debitit, të cilat vazhdojnë të jenë më pak të preferuara. Sipas Bankës Qendrore, në vend qarkullojnë mbi 1.5 milion karta bankare, ku 95% e tyre përdoren për pagesa. Bankat e nivelit të dytë në fier e konfirmojnë këtë trend, por theksojnë se dominimi I pagesave kesh ende nuk është zbehur.